Në me thonë, maksimumi shtator-tetor do filloj të shfaqet kjo, sa atëherë fillo puna dhe intensiteti, bëhe vëmendshme prej meje dhe pranojnë një nga këto dy persona, pse? Se pastaj do të vazhdoj gjithë jeta punë dhe nuk e di kur hapet më ky muhabeti I pesës. I pesës edhe I fatit prap. Pra pra shtator-tetor do komunikojmë të shohim pse ka dy persona që I ndezin pishtarin, I japin I pesë, do kesh aktivitete, po shifi këta dy. Njëri është, janë paralel të dy, po. Kush është më I mirë? Dëgjoj, ky personi që do jetë pak si më trup madh, është I errët. Mrena po është I fuqishëm. Ky tjetri është më I brisht. Po problemi jote është menja, se mund të jesh diku tjetër. Mos rri ke menja, shif qa sjell burimi, shumë ka pas thonë njona. Shif qa sjell uji, kupton? Se menja të merr në qaf. Iku mu jetat me menja. Edhe ke kurorën këtu, e ke kurorën që të pret se ti vendos. Në martuar. Të martohesh domethënë. Që je vajzë shumë punëtore. Kjo më det këtu. Në zakonisht punëtore, si me qenë të zja, jo si me qenë në studio. Kështu, 100% në përqëndrum. Nga shpia në këto, gjithë e ke mrekullit. Mimoza, rregullon mikrofonin. Duhet me pa më filqon? Jo, rregulloje që të dëgjojnë se qa po thua. Që po këto janë gjonat e sonit. Po mos, po qoftë se vjen Soni dhe e bën kështu me gisht. Po, dëshira dalin, 3. Ikson bëja me gisht, kështu. 3 gjëra. Se kam mbaruar.